Sot në 16 prill 2025 përkujtohet një nga ngjarjet më tragjike të historisë moderne shqiptare, eksodi i madh i shqiptarëve të Kosovës që ndodhi gjatë luftës së viteve 1998-1999. Janë bërë 26 vite nga dita kur rreth 1 milion kosovar u dëbuan me dhunë nga regjimi serb, duke lënë pas shtëpi, prona dhe jetën e përditshme për të shpëtuar nga spastrimi etnik. Kuksi ishte qyteti i parë shqiptar që hapi dyert për të pritur mira refugjat nga Kosova. Në 27 mars të 1999, në pikën kufitare të Morinës, mbërritën 187 refugjatët e parë, shumica gra dhe fëmijë të traumatizuar nga dhuna dhe terrori serb. Vetëm brenda pak ditësh, numri të shpërngulurve në Kukës arriti deri në 70.000 veta, duke e kthyer këtë qytet të vogël në një strehë të madhe shprese e mbijetese. Pallati i Kulturës Hasan Prishtina, shkollat, çerdhet, kopshtet, depot dhe mbi të gjitha familjet kuksiane u bën vend strehim për vëllezërit dhe motrat nga Kosova. Çdo familje strehoi mesatarisht deri në 14 persona, duke dëshmuar jo vetëm një akt human, por një lidhje të pashkëputur kombëtare. Sot në vendin kur dikur ishin vendosur çadrat për strehimin e kosovarëve, qëndron krenar obelisku i eksodit, një kull 23.5 metra e lartë, e cila përmban në brendësi fotografi dhe dëshmi të atyre ditëve dramatike. Ajo është kthyer në simbol kombëtar të mikpritjes dhe qëndresës. Ndërkohë në Han të Elezit, monumenti i Muri i Kujtesës dhe parku Hasan Prishtina mbajnë të gjallë kujtimin për vuajtjet dhe sakrificat e një populli të tërë, si dhe nderojnë emrat e atyre që kontribuan në lirinë e Kosovës. Në këtë përvjetor, Shqipëria dhe Kosova përulen me nderim përpara kujtimit të gjithë atyre që përjetuan eksodin, të atyre që nuk u kthyen kurrë dhe të atyre që hapën zemrën dhe shtëpitë për të shpëtuar jetën e vëllezërve të tyre.